Përshëndetje të gjithëve, ne jemi Trade Castlebania, si çdo javë jam me Henrin dhe me Irdin, do diskutojmë për analizën e tradeve financiare, do flasim për lajmet ekonomike, pashtu do të përmendim kriptot, stocks edhe mallar dhe pak forex, do të analizojmë. Shikojmë se çfarë ka ndodhur këtë javë me lajmet kryesore ekonomike, çfarë kemi pasur dhe lajmet që do të na pasojnë në javët në vazhdim. Si ka ecur tregu, si kanë qenë parashikimet tona dhe për shumë gjëra të tjera, kështu që ju ftoj të na ndiqni. Përshëndetje çuna. Përshëndetje Kleo. Po, ka qenë një javë që ka pasur pak ndalë në treg. Për kripton ka vazhduar atë valën që ne mendum që mund vazhdonte pak më lart tregu. Unë të paktën parashikova të 115, ajo ka shkuar diku te 111. 111, 112. Diçka e tillë. S&P ka vazhduar dhe rritjen, po këto 2-3 ditë të fundit ka treguar që ka pasur pak dobësi, lidhet pak me faktin që ka qenë maximum greed, ka pasur maximum greed në treg dhe kështu që i duhet paktën të normalizohet tregu. Ke pasur ca ngjarje të ndryshme, jo shumë të rëndësishme. Jeri, do të flasim për ngjarje të tjera? Kjo javë ishte javë e qetë, por nuk është se kishte ndonjë gjë deri te prente dietë, domethënë, kur Trumpi lajmëroi që negociatat me BE, më duket të diskutuar në javën e kaluar ose 2 javë më parë që negociatat me BE nuk po ecin. Edhe Trumpi më sa duket është mërzitur nga kjo pjesë dhe lançoi domethënë një Twitter që do bëjmë tarifat me Bashkimin Evropian që nga data 1 qershor. Domethënë papunësia. Këtë të tregon për një forcë punë amerikane që vazhdon. Unë nuk është se i besoj shumë këtyre statistikave, sepse duket sikur po fshehin diçka, po gjithsesi tregu vazhdoi laj pozitiv. Kishim edhe këto pastaj home sales që ishin normale, të gjitha dolën domethënë siç priteshin. Vetëm një gjë që pak negative domethënë në lajm është pjesa kishim edhe marrëveshjen që kaloi në një dhomë para senatit domethënë për taksa, për uljen e taksave. Tash i pritet miljardatimin në senat. Kjo do të shpërndimet më sa taksën të pasur për shtesën. Kemi edhe që do ulet dhe duket pak situata komplikuar, por gjithsesi do të diskutojmë më zgjatë. Përgjithsisht këto ishin lajmet kryesore për të javë. Sa do lajme kryesore të ketë, ky vit ka qenë trendi i Trumpit, del Trumpi thot diçka dhe veri me investitorët me vete. Jobless claim janë shumë të rëndësishme për shembull, dhe po dalin negative, del Trumpi thot jo, është kështu edhe kështu, pra do ndikohet nga fjalët e presidentit normalisht. Po, dhe kjo rritje që patëm në treg që nga 9 në 10 për këtë deri tani, kemi pasur sepse Trumpi doli në përpara një muaji dhe tha që tani është kohë e mirë për të bler aksione ose për të bler stock market, dhe ka vazhduar kjo rritje më lart. Por Trumpi pati ndikim që në nëntor të 2024-s ishte që sa u mor vesh që do kandidote për president, zgjedhjet që atëherë pati atë ndikimin, fitoi që aty nisi pastaj me deklaratat e ati në dhjetor djali Trump, në janar po ashtu. Edhe këto kanë qenë deklaratat e presidentit, po këtë javë patëm dje ishte që tha mund të vendosim BE-s ta 50% tarifa, sepse nuk po shikojmë ndonjë negociat serioze me partnerët tanë. Kjo solli atë uljen e tregut me njëherë. Po. Është tip presioni se. Po. Unë aty të ajo vala shita, mora profitin tim me tim që të mbroja profitin që kisha akumuluar deri atë periudhë, dhe pastaj ribleva aksionet më të mira që ishte IonQ. Sektori i energjisë filloi të gjallërohej mbas lajmit, sidomos sektori i nuclear energy, energjisë bërthamore, nukleare, po. Kjo edhe sektori quantum computing po ashtu pati një ringjallje mbas dipi që pati atë ditë
nga lajmi. Tarifat e Trumpit do të thotë që çdo gjë besoj që do normalizohet. Kjo javë ka qenë shumë e lidhur te taksat, te ulja taksas që pritej që të ishte një moment shumë i rëndësishëm për Amerikën për të ringjallur ekonominë amerikane. Edhe muajin tjetër kemi normat e interesit që do t'i presim me durim edhe me kujdes të madh, sepse po që ulën dhe normat e interesit, atëherë jemi realisht në një bull market shumë të mirë. Mund të fillojnë të gjallërohen small caps, edhe ndoshta mund të ndodhi ajo alt season që kemi pritur të gjithë te Telegrami, sidomos ato anëtarët e Telegramit që shumica janë tregtarë të kriptos. Po, ka qenë një sektor që unë e kam mbajtur në vëzhgim, kam tregtuar një aksion që quhet LAS, Seal, nuk e di emrin, më duhet Seal Q ose diçka e tillë. Seal Q, pas e kam lexuar. Edhe ka ecur shumë mirë, ka qenë një nga të vetmat kompani mrena sektorit të semiconductors që ka ecur mirë, por të tjerat po flasim AMD, SMCI, dhe ajo ndodhi me IonQ që më ecën më në momentin që unë bleva më duket ishte pas lajmit të Trumpit që doli për taksat, pa atë dipin, dhe unë bleva merret e dipi me idenë që shkonte për lart. Dhe aty fitova me randitës diku te 36-40%. Dhe më kanë ndihmuar në themi të ndërtoj portfolion pak më rritje më të shpejta. Por sektori i quantum un kam që vitin e kaluar, më mend që nga tetori folën bashkë domethënë te grupi Telegrami që të dy blema Ionic atëherë $8. Po ta kishim ngushtë, po pastaj në tetor fillon njerëzit nga hakerë që mund të përdorin quantum computer. Kështu që unë kisha dy sektorë që më pëlqeshin shumë dhe këtë val nuk është që kam bleva CrowdStrike, te kjo vala nga fillimi i prillit, po nuk e ribleva CrowdStrike edhe ca kompani të tjera mrena sektorit të cyber security, që është një sektor shumë i rëndësishëm për të ardhmen, sidomos me AI dhe quantum computing duhet të investoni në këtë sektor për mendimin tim. Beja kishte dalë me të deklaratat të këtyre ministrave, kryeministrave të ekonomisë, thoshën që Beja do mbrojë interesat e veta dhe nuk do oligopolet amerikane për tregun e vet. Është që pak a shumë këto deklaratat e zakonshme, por me siguri ne marrëveshje më herët se sa vonë. Në datës 1 qershor, kur si më thuhet. Hapjes të tregut u gjithse porta aty dhe për riblem, për ringjallën e themi prap aksione, se shita pre-market për të mbrojtur veten dhe pastaj ribleva pak më lirë. Nga tjetër është ka bërë domethënë që sektori i bioteknologjisë po tregon fuqi relative. Domethënë nëse marketi pre-market është goxha, sektori i bioteknologjisë lëvizë me 20%. Është shkem duke me 5-6% për intjanës, është shumë sektor mirë. Teknologjia dhe shëndetësia janë dy sektorë që kanë qenë shumë të ulët ose të nënvlerësuar këto kohë të fundit. Edhe mendoj që dihet sektori ciklus që kur të mbaroj vala për lart, do të cikloj kapitalit te sektorët që mbron kapitalin, që mbahet si shëndetësia dhe biotech dhe energjia. Energjinë kemi parë pak te nukleare, me atë tillë. Po, unë kam dërguar një listë në Discord ku kanë qenë këto disa stocks të biotech dhe healthcare. Po, jo të gjitha I kemi tregtuar, kemi kapur, po aty e ke lujti, unë nuk kam lujt asnjë nga to, po. Edhe ata po bëjnë pivot tash në 2025-2026, po çfarë përqej për kompaninë që ishte shumë cash në gjendje. Më thënë që ka mundësi të krijojë produkte të reja, nuk kishte shumë borxhe. Kështu që ishte një gjë që më pëlqen, edhe për $2 më duket shumë nënvlerësuar. Domethënë çmimi mesatar duhet të jetë diku te $10-12. Pasur si produkt, domethënë vetëm nga keshi që kanë, nga kapitali kesh që kanë. Po, ne kemi një listë që kemi krijuar, kemi ndarë edhe te Telegrami këtë listën tonë të biotech.
që ka krijuar Cleo, po Sava është një nga ato që mund të shikohet, po pati cash atëherë ka mundësi që të bëjë atë pivet që thotë atë ndryshimin e strategjisë, dhe tregu ndoshta që do të synoj. Më ka pëlqyer edhe kjo CRISPR Therapeutics AG, prapë të biotech, kemi dhe Moderna që mund të ringjallet. Po Moderna kemi tani ndoshta ja ndan muj, një vit që flasin për ringjalljen e Modernës edhe s'është ringjallur. Me bëna injekt, një vaksinë injekt. Duhet dalë ndonjë Nxjerrë vetë ata, mos e bëjnë më. nxjerrë në historia vetë. Ka problem të mirë, domethënë që ka shumë patentë. Patentë për 50 vite të ardhshme. Se patentë duket të rinovuar një herë në 100 vjet, që bëhet që mund ta prodhojë një kompani tjetër. Kështu që Moderna shumë e bën atë pjesë. Duhet Pfizer. Pfizer. Ka pasur $22 që ka qenë këtë javë. Ishtë merr vesh faktikisht në këto ilaç. Gjithë jetën farmaci. Gjithë jetën farmaci. Gjithë produktet e Pfizer besoj që ke atë. Po Pfizer ka ikë shumë mirë. Po erdhi kjo sektor si shëndetësia dhe biotech janë pas verës, sepse atëherë është sezoni i griprave, i vaksinave që prodhohen në ndonjë virusi të ri, domethënë. Që ndoshta pas verës shtator-tetor është mirë të shohim këtë kompani prapë. Ndoshta fillon vala që tani dhe hyn pak se më para kohë, le të themi më para pritje të valës që mund të vi, po varet nga strategjia se si do na japi idetë, po. Sektor shumë i mirë. Edhe shumë i fitur, besoj se ka mundësi të shkojë dot më poshtë. Në lajm nuk ka pasur thjesht të qenë kjo ideja që Bitcoin pati atë rritje domethënë deri në 112.000, e patëm parashikuar javën e parë që mund të shkojë deri në 115. Unë prisja faktikisht një ulje më të thellë tek Bitcoin, do të thotë çmimin 103-104 dhe pastaj të bënte tek 100.000 më edhe pastaj të bënte këtë rritje deri në 115. Ka bërë të valën, por siç duket pati atë euforin tregu dhe shkoi direkt. Ka fushinë që ka dëshirë që ta blen për momentin. Po nuk shikoj tek altcoin të njëjtën gjë, sepse më parë që nuk është se janë rritur shumë, Ethereum ka lëviz shumë pak, altcoins të tjerë po ashtu një rritje që akoma nuk ka ardhur vrulli tek alt. Kjo tregon që tregu nuk ka shumë besueshmëri tek këto coinat, përveç Bitcoinit, i cili mbahet si kryesori, edhe me sigurta. Tek tjerat kemi pasur shumë luhatje dhe ulje ngritjet me njëhershme brenda ditës, që kjo nxjerr nga loja shumë tregtar, disa hyn, disa dalin. Lajm te kriptot nuk është se ka pasur, domethënë për vetëm suj, por nuk është se është një lajm, unë nuk do ta quaj kryesor, nuk i marr për bazë, që pas një hakim të vogël dhe pati një ulje, po u rikuperua. Po, vazhdojmë. Tjetër kemi Nvidia do 3 mujosh me 3 mujosh krahasim, 3 mujosh i dytë me 3 mujosh i dytë me krahasim. Po flasim për estimate që janë forecaste ose parashikime që bëhen për GDP, dhe kjo del të njëjtën dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse po që del më mirë, herën e fundit doli më keq. Dhe fakti që doli më keq u shit pak tregu nga data 22 më duket muajin e kaluar, 30 muajin e kaluar. Kështu që po doli më keq edhe këtë herë, atëherë mund të kemi këtë problemi që parapritet një recesion prap, ose ringjallet frika dhe shitet pak tregu. Pastaj kemi PCE data të premte. Kështu që kemi një javë plot me ngjarje kryesore që a do ta shtyr tregun për lart ose do të themi të ta shesi pak, por me aq sa po shikoj unë mund të jetë shumë pozitiv